Në një nismë për t'i dhënë një kontribut konkret mjedisit dhe për të përcjellë një mesazh të fortë ndërgjegjësues, një grup qytetarësh të huaj që jetojnë në Vlorë, përfshi shtetas amerikan, ukrainas apo edhe italian, organizuan gjatë kësaj të diele një aksion pastrimi përgjatë qytetores lungomare. Të pajisur me doreza, thas mbeturinash dhe shumë dëshirë për të ndihmuar, ata kaluan disa orë duke mbledhur mbeturinat përgjatë vijës bregdetare në zonën e ujit të ftohtë, ndërsa aksioni u zhvillua në një atmosferë pozitive dhe me shumë energji, duke kthyer jo vetëm në një iniciativë mjedisore, por edhe në një model bashkëpunimi mes komuniteteve të ndryshme që jetojnë në qytet. Kemi qenë kryesisht të fokusuar në plazhin e vjetër pasi ka pas gjithmonë më shumë nevojë, po sot vendosëm të vinim në lungomare. Është një grup që organizojmë gjithmonë, kryesisht janë amerikan, po ka dhe pjesë tjetër të komunitetit që banojnë në Vlorë, të komunitetit ukrainas, italian, ka pak shqiptar. Gjëja më e rëndësishme është gjithmonë sensibilizimi, por kjo s'është vetëm sensibilizim, pasi ka edhe frutet të punës, pra domethënë sheshet e tëra ku kemi punuar, kemi pastruar goxha. Si shpjegohet, mendoj se të huaj që banojnë këtu duan të japin diçka të qytetit. Kryesisht ata thonë që janë të dashuruar me qytetin dhe duan ta shkojnë sa më mirë, sepse shumica e tyre shikojnë si shtëpi, pra duan të vazhdojnë të jetojnë këtu. Një pjesë e mirë e tyre. Pjesëmarrësit në aksionin e kësaj të diele i bëjnë thirrje dhe qytetarëve vlonjat që të kujdesen më shumë për mjedisin, të mos hedhin mbeturina në rrugë apo në det, apo të kontribojnë për një qytet më të pastër dhe më të bukur. Unë mendoj se duan të sillin kulturën e qytetit ku kanë qenë vet. Pra nëse një njeri vjen nga Amerika dhe në qytetin e tij ka qenë i pastër qyteti, e ndjen si detyrim që ta bëjë këtë. Ndonse amerikan dikush nga këta të grupit më tha që edhe në Amerikë, ai më duket se është mos gabohem, është nga Oregoni, organizoheshin për të pastruar hapësira të ndryshme publike. Pra nuk është vetëm ideja që, si fillim duhet të dimë që mirë është që mos të bëjmë pis. Pastaj është pastrimi, që ka të bëjë me ndërgjegjen, dhe nuk mund të presim gjithmonë nga shteti, nga bashkia. Pra duhet të ketë një ndërgjegjësim qytetar për të bërë diçka për qytetin. Nisma vjen në një kohë kur fluksi turistik në Vlorë mbetet ende i pranishëm edhe në muajt e vjeshtës. Ndërkohë sfida për ruajtjen e pastër të hapësirave publike vjen të mbetet një çështje që pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve vendore, të ndryshe bashkisë do edhe ndërgjegjësimin qytetar. Aksione të tilla të ndërmarra nga komuniteti huaj në Vlorë janë edhe një shembull konkret i integrimit, përkujdesjes dhe përkushtimit ndaj qytetit ku jetojnë. Për Vlorën, një qytet me potencial të madh turistik dhe natyrë të mrekullueshme, veprime të tilla janë një kujtesë e fuqishme se mbrojtja e mjedisit fillon nga secili prej nesh.